Aksidenti tragjik i mori jetën bashkëshortit një vit më parë, blogerja ende nuk e pranon realitetin. Më prit deri atëherë do të kujdesem për pikën tënde të dobët. Ka kaluar plot një vit nga aksidenti tragjik që i mori jetën Alfons Bletës, 34 vjeç, në aksin rrugor Pogradec Qafthan, në vendin e quajtur Tuneli, pranë fshatit Piskupat. Mes dhimbjes i ka kushtuar fjalë të ndjera bashkëshortja e tij, blogerja e njohur Ejona, e cila shkruan se i shtrenjti i saj i ka lënë pas dhimbje, mall dhe lot. Ejona, e mbetur tashmë vetëm me të voglin e tyre Rein, shkruan se ende nuk e beson që ai ka ikur, por i premton se ajo do të bëjë gjithçka për pikën e tij të dobët, djalin e tyre. Një vit pa ty, Alfo, sot nuk kam fjalë. Kam veç dhimbje, lot dhe mall, shumë mall për ty, për veten time si isha kur ishe këtu. Ti, njeriu për shpirtin e çiltër, me zgjuarsinë dhe me mirësinë tënde, nuk e meritoje të ikje kaq shpejt. Unë ende të pres, ende se besoj dot, por ja që realiteti më tregon se nuk do të vish më kur. Kështu që më priti, deri atëherë unë do të bëj gjithçka për pikën tënde të dobët që nuk e gëzove dot. Reushin ton, që ti të jesh i qetë, krenar kudo që t'jesh, të kujtoj çdo ditë, do t'jesh në zemrën time sa të kem jetë. Ka shkruar ajo në një postim në Instagram. Kujtojmë se një aksident tragjik i mori jetën Alfons Bletës, 34 vjeç, mëngjesin e 10 korikut 2025, në aksin rrugor Pogradec Qafthan, vendin e quajtur Tuneli, në fshatin Piskupat. Makina që ai po drejtonte doli nga rruga dhe përfundoi në ujërat e liçenit, duke shkaktuar vdekjen e tij. Alfonsi ishte bashkëshorti i blogeres së ndjekur në rrjetet sociale Ejona Vlogs, e njohur për jetën dhe bukurinë natyrore të Pogradecit, ku ata jetonin së bashku me djalin e tyre rreth 3 vjeç. Familja Bleta kishte jetuar për vite me radhë në Zvicër, por në vitin 2024 kishin vendosur të riktheheshin përfundimisht në Shqipëri, duke zgjedhur Pogradecin si vendin ku do të ndërtonin jetën e tyre natë dhe pranë familjes.